Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dea, për ju që nuk më njihni dhe për ju që më ndiqni gjithmonë, mirë se u rikthyet në një tjetër video të këtij kanali. Unë po gjëroj prapë sot, edhe është normalisht fundjavë, sepse siç që u kam përsëritur shumë herë, ditët e javës janë shumë të ngarkuara me punë, kurs, punët e shtëpisë, pastaj edhe gjëra të tilla që nuk më lejojnë të kem shumë kohë që të bëj video edhe të merrem me editime, gjëra të tilla. Kështu që gjithmonë gjej pak kohë në fundjavë që t'ulem të editoj edhe të gjeroj. Gjatë këtij muaji kam xhiru shumë, domethënë mund të kem të paktën 3 video që janë gati për të edituar dhe për të hedhur, por që koha është shumë e limituar për mua kohët e fundit. Edhe po bëj shumë mungesa në YouTube, të cilat nuk më pëlqejnë as pak, po që nuk kam zgjedhje tjetër, vetëm nëse do rri pa gjumë natën që të rri edhe të editoj. Gjë të cilën se bëj dot, sepse po të rri pa gjumë, pastaj nuk do kem forca për ditën tjetër. Edhe duke qenë se në fundjavë shlollemi pak, gjem kohën për të bërë edhe këto. Jam ulur këtu te divani edhe po pushoj pak, sepse sa sistemova shtëpinë, pastrova, duke qenë se ditë shtunë, ditë pushimi. Gjithë mbas ditën e kalova duke pastru. Në televizor shihni që kam hap Netflixin duke pa një film. Pakto di silenzio, pakti i heshtjes. Tani gjithashtu duhet përgatis edhe një ëmbëlsirë të cilën ka shumë kohë që nuk e kam përgatit edhe nuk e kam hangër, është shumë e thjeshtë. Është pa pjekje, edhe doja u tregoj se si do e bëj, edhe ingredientët, edhe kaq. Nuk është se kemi ndonjë plan për sot pas dite, sepse edhe koha është jashtëzakonisht shumë e keqe, po bie shi gjatë gjithë ditës pothuajse. Jemi bërë më keq se Gjermania me këtë shiun, mezi thahen rrobat, mezi, domethënë nuk e di, është klimati shumë i zymt, nuk ke ku të shkosh, nuk ke ç'a të bësh, edhe po, na detyron që të mbyllemi brenda në fundjavë, po që gjysma e skeqes që nesër të paktën e ka vënë pak më mirë kohën, edhe mund gjejmë ndonjë aktivitet për të bërë, mund të dalim edhe për një ecje në këmbë që është më minimalja. Kështu që po, tani po ju tregoj ingredientet edhe vazhdojmë të bëjmë ëmbëlsirën. Atëherë, për ëmbëlsirën pa pjekje që do të bëjmë, na duhen këto përbërës, na duhen këto biskotat këshon, nuk e di nëse i manim men në Shqipëri që i blinim kur ishim të vegjël edhe ishin biskotat e preferuara gjithmonë. Janë në këto paketimet këshon, edhe nuk e di se sa do përdor, do e shoh pak a shumë me sy se si ja kam idenë. Pastaj do përdor qumësht edhe pudingun normalisht, do përdor pak gjalp, 2 banane, edhe jam në mëdyshje nëse do e bëj me çokoladë apo do e bëj thjesht me vanilje, sepse kam edhe çokoladë këtu, edhe nuk e di, gjithsesi ta mendoj. Gjëja e parë që duhet bëjmë është të zjejmë qumshtin edhe ta përzim me pudingun në mënyrë që të trashet ajo përbërja, edhe do e bëj tek ajo tepsia e cheesecake-ut që e keni parasysh që hapet, të fut edhe në frigorifer që të ftofet ëmbëlsira, edhe është e gjitha okay. Mirëmëngjes njerëz, nga një ditë tjetër e këtij vlogu. Unë po xhiroj sot që është ditë e hënë, sepse gjatë fundjavës nuk e kam prek telefonin fare për të xhiru, sepse me thënë drejtën nuk është se bëm ndonjë gjë interesante, të tipit gjëra që bëhen gjithmonë në fundjavë, pastrime shtëpie, ikëm për 2 ushqimet, ndonjë kafe kështu, edhe duke qenë se dje u hap pak koha, bëm një shëtitje në këmbë edhe shkum tek një bar që është tek një mal këtu afër që shihet perëndimi i diellit, edhe kaq ishte, më asgjë e veçantë. Sot në ndryshim nga të hënat e tjera për rreth këtyre 3 muajve pothuajse, jam e lirshme, domethënë e kam paraditën e lirshme, sepse jam vetëm masdite në punë, do ikin orën 2:30, kështu që kur paraditja ditën e hënë është e lirshme, do të thotë që është koha për të dalë në treg
edhe për të bërë shopping, sepse ka shumë kohë që s'kam dalë. Edhe më thënë të drejtën më mungon të kja pjesa që qohesha të hënë në mëngjes avasht, pija kafen time, sistemoja shpinë, edhe dilja pastaj në treg, kështu që sot po e shijoj shumë këtë ditën kështu off, dhe me thënë është shtëpia është e pastër, gjithçka është e rregullt, kam la lavatriçe gjithë fundjavën, kështu që sot që është diell do thahen edhe jam shumë e qetë, kështu që po dal të bëj një xhiro në treg, të blej 2-3 gjëra për cilat kam nevojë, edhe pastaj normalisht të vi në shtëpi të ha diçka të shpejt për drejt në mënyrë që në orën 2 të shkoj në punë pastaj. Këtë kostumin këto që shihni me zemra e kam dhuratë nga mami që e kishte bler tek një faqe në Shqipëri edhe ma dërgoi, edhe pse ka kalu muaj i shkurt, unë jam akoma me këtë vibe-in e zemrave, se edhe thonjt me zemra si kam hequr akoma, kështu që shumë dashuri për ju. Edhe tani po vesh pallton edhe po dal pa humbur kohë, sepse ora ikën shumë shpejt. Njerëz nuk ktheva në shtëpi, edhe i rash rreth rrotull tregut, po ato 2-3 stendat që mua më pëlqejnë sot nuk ishin, nuk e di se pse. Po gjithsesi nuk është se kisha nevojë, domethënë për shumë gjëra. E vetmja gjë që kisha një nevojë të domosdoshme ishin çorape, nuk e di, po mu mi ha lavatriçe çorapet. Veç faktit jo se humbasin, mund të humbasin ndonjë tek tok, po gjithsesi e veri që hollohen shumë shpejt edhe kanë tendencën të shkyhen, kështu që normalisht duhen hedhur, edhe shkova mora 3 palë të zeza, 3 palë të bardha, edhe këto që ishin kështu si me ngjyra, që këto mund t'i përdor edhe tek puna, sepse ishin koton, ishin pambuk, edhe që të më mbajnë këmbën mirë, butë, edhe që mos të kem edhe vap tek puna tani që fillojnë të ditët e ngrohta. Si që thash, çorapet ishin nevojë domosdoshme, pastaj gjërat tjera nuk është se doja diçka specifike. Por duke qenë se këtë muaj mars, këtu është fiera e qytetit tonë, ku për 2 javë rresht ka aktivitete, ka merkato, kanë ardhur gjithashtu edhe lojrat të cilat po montohen, edhe bëhet kështu si një qytet i vogël plot me lojra, me këto stendat ku bëhen ushqime tradicionale, edhe është një periudhë shumë e bukur, domethënë të 2 javët në vazhdim. Nëse s'gabohem, tamam fillojnë në datën 8 mars, edhe me zërë po presim se gjallërohet pak qyteti, edhe ki qef të dalësh edhe në darkë, kështu që po. Gjëja tjetër që mora ishin disa vath, që janë këto, të cilat mundesha, do me thënë janë 3 kopje vathësh, të cilat mundesha t'i zgjedhja si të doja unë pak a shumë, mund t'i ndryshoja, edhe unë mora këto të 3, këto me kryq, këto të thjeshtat kështu që vinë si në formë katrore, që janë pak a shumë në mod tani, edhe mund të vihen edhe me rroba më klasike, edhe këto me zemër me infinit, edhe do i ndroj direkt tani këto që kam vënë, edhe të vej këto të reja. Është hera e 2 që i marr këto kështu, nga i njëjti dyqan, nga i njëjti shitës ton, këto janë qelik, edhe durojnë shumë. Ato të para që kam, po bëjnë gati 2 vite që i kam marr, do me thënë, disa e kanë ndryshu shumë pak atë ngjyrën, ndoshta ato që kanë përdorur më shpesh, ndërsa të tjerat kanë qëndru shumë mirë, do me thënë nuk prishen as nga parfumi, as nëse i marrë në dush nuk është se prishen, po normalisht goca që është aty tha që në momentin që ti i mban në plazh nga uji i detit, do me thënë që lagen edhe pastaj thahen nga i dielli i fort, ajo mund t'i dëmtoj. Tani unë nuk e di nëse i kam pas në plazh ato apo jo, nuk e mbaj mend fare, po gjithsesi ja vlen, se kushton vetëm 8 euro, 3 palë vath, bëjnë diku tek 1 vit e gjys, 2, kështu që për mua është një çmim okej, edhe ke 3 palë vath të ndryshme. Këto ishin gjërat që mora sot, gjithsesi do presim siç thash për kur t'jetë fiera, që vinë shumë shitsa nga gjitha vendet pothuajse të Italisë, edhe ka gjëra shumë bukura,
edhe mund gjejmë ndonjë gjë të lezetshme gjatë asaj periudhe. Edhe tani duhet të hekuros uniformën e punës, të ha bukë edhe të bëhemi gati për punë. Unë jam gjysmë gati, se zotit jam ly, flokët i kam rregull, domethënë vetëm do mbush atë shishën e ujit, çantën edhe për punë, kështu që po. Shifemi pas pak. Njerëz tani për punë mbajta të njëjtën veshje edhe flokët i mbajta të kapura kështu, edhe pse tek puna duhet t'i zgjidh sepse do vë kufjen. Këtu kam uniformën, futa tutat, bluzën, një palë çorapë të reja nga ato që bleva, edhe tani po iki për punë. Koha është shumë e ngrohtë, temperatura tani ka shku 14 gradë, edhe është ngrohtë shtëpia, edhe me të kënaq zemra, tamam ditë pranvere. Kështu që hajdeni të shkojmë ta kalojmë këtë mbasditën e pranverës në punë, sepse po, duhet punojmë. Mirëmëngjesi njerëz, unë po ju flas nga një ditë tjetër e këtij vlogu sot. Kanë kaluar shumë ditë që nga dita e fundit që kam xhiru, sepse përditshmëria, siç e dini, është pothuajse gjithmonë e njëjtë mes punës, shtëpisë, gjërave që duhet bëhen në shtëpi, edhe këto që besoj i bëjmë gjithë. Po sot, duke qenë se kemi festën tu te qyteti jonë, quhet Fiera di San Giuseppe, është kjo San Giuseppe, siç e dini, është festa e babit në Itali. Edhe këtu bëhet një fest në qytetin tonë, sepse është, nuk e di, Santo Patronato e quajnë këta. Bëjnë këtë të diel me datë 19, që është tamam festa e San Giuseppes, edhe të dielën tjetër, ku ka panajire të ndryshme. Për shembull, dje kishin ardhur disa makina, traktora, gjëra që ndihmojnë ata që punojnë në bujqësi, domethënë mjete pune të tilla, që kush është interesuar vjen edhe i viziton, janë gjatë këtyre 2 javëve në ekspozitor. Ndërsa sot ka edhe merkato me ushqime tradicionale, ka merkato rrobash, ka aktivitete të ndryshme si për të rritur dhe fëmijë, është parada me ata që ju bien disa lloje instrumentave shumë të bukur, kështu që ne u bëm gati, u veshëm, edhe tani po dalim, do pim edhe kafen e mëngjesit normalisht, edhe do bëjmë një xhiro për rreth, edhe të shohim se çka kanë organizuar këtë vit, edhe normalisht po ju marr edhe ju me vete. Po ju tregoj edhe outfitin, sepse duke qenë se sot është ditë me diell, edhe temperaturat sot e jep që do shkojnë deri në 16 gradë, vendosa që të vishemi pak pranverore, të kemi një outfit tamam, domethënë kështu të ditëve me diell, edhe po ju tregoj tani se çka kam veshur. Outfiti për sot është ky, kam veshur këtë fundin që e kam marrë nga Sheni, edhe më pëlqen shumë. Gjetat që janë pak të trasha, jo kështu nga të hollat komplet, Adidas Samba me këtë qerapet që mendoj se kombinojnë pak. Vesha këtë gjaketën e lëkurës që është pak e holl, po shpresoj të mos kem ftohtë, duke qenë se dielli është super sot. Lidha flokët, edhe tani jam gati. Çantën normalisht si gjithmonë me vete, se unë s'dal asnjëherë pa çantë, edhe dalim.